Kelly ishte banori i radhës i cili u largua nga shtëpia e Big Brother VIP 4. Mbrëmjen e djeshme ai e la shtëpinë për shkak të një nominimi si banori më pak i preferuar i publikut. Pas daljes nga shtëpia, në intervistën e parë të realizuar në studio, ka vlerësuar eksperiencën e tij në Big Brother VIP si më të veçantë ndonjëherë, gjatë së cilës mundi të shijonte çdo moment. I pyetur se çfarë e penalizoi, ish banori u përgjigj se futja shumë vonë në lojë. Ne hym në një fazë të lojës që 8 femra ishin në nominim dhe ishte një betejë e tmerrshme. Polet ishin ndarë. Fillimisht u përpoqja të luaja një rol neutral për të parë se si do të vijonte loja, por ishte shumë e vështirë pasi shumica e banorëve e izolonin situatën dhe mundoheshin ta mbanin rreth vetes. Nuk ishte e pamundur, por ishte deri diku e vështirë të ndërhyje në situatat e tyre pasi e kishin izoluar vërtet bukur. Po ashtu, edhe unë si natyrë jam pak e tërhequr. Mundohem të bëj batut dhe gallat, këtu jam i mirë, u shpreh ai. Ndërkohë, pyetje së Arber Hajdarit se kush e fiton këtë edicion të Big Brotherit, Kelly ju përgjigj gjesti.